Një rrëshqitje masive toke është regjistruar së fundmi në fshatin Spathar në Librazhd. Për pasojë janë shkaktuar dëme në një blok banimi, infrastrukturën rrugore dhe të mbjellat bujqësore. Më problematike paraqitet situata në lagjen Hoxha, si dhe në zonën ku më herët ndodhej depoja e furnizimit me ujë të qytetit të Librazhdit, çka ka shtuar ndjeshëm rrezikun për banorët dhe infrastrukturën përreth. Për gjatë një ore, fenomeni është ripërsëritur disa herë duke zhvendosur masa të mëdha toke. Si pasojë, 10 shtëpi kanë pësuar dëmtime të lehta, ndërsa 7 të tjera janë dëmtuar rënd. Kështu që ju lutem shumë, jemi një rrugë zgjidhje, se ne nuk kemi ku të vemi. Ata na thanë që të japim 6 me qera ti, edhe të paguajmë. Ku ta gjej shtëpinë unë tash? Kërkuam për shtëpi, nuk gjej shtëpi. Unë tash s'kam ku të vetem, ne po flen për jashtë me familjen. Nuk ka pas vaki kur kjo rrëshqitje, kjo katastrofë. Lajmëruam në emergjencë civile Librazhd, edhe shkuam, edhe erdhën në emergjencë civile këtu. Në regjistruan në emrat atje dhe në thanë që ordi, erdhën dhe këtu e panë reale vendin të ngjarjen këtu, bashkë me inspektorin e zonës, dhe në thanë në prunë që shta paradhanë si në gjithë një shpi me qira se bonasi do apim në bonasin. Autoritetet vendore, pasi kanë vlerësuar situatën në terren, nuk kanë kërkuar banorëve të prekur të braktisin shtëpitë dhe të sistemohen në banesa me qira, ku për një vit qiraja do të kompensohet nga bashkia. Ti pa shpresë për ikshën, unë kam gjetë shtetin nga bashkia, nga vitoj bashkisë, për se lëgohet si në mram që ka ardhur më bëqe shumë i vërin, që jebi kuraje, po kuraje dhe i laj një grantim që tha qatë dëshëroni, me shpi si thot këtë qatër, po qatër nuk është zgjidhje, po si ta dëshëtojmë me banorët, më them që do jetë rrugë zgjidhje me bashkinë. Fshati Spathar është përballur edhe më parë me fenomene të ngjashme, duke u konsideruar një zonë me probleme të theksuara gjeologjike.